Faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit juve. Si ka qenë angazhimi jot këto kohë? Angazhimi im ka qenë i vrullshëm, tërkohës me evente, me punë studio, me përgatitjet e produkteve të reja, jashtë shtetit më shumë, me koncerte, me evente, kështu, njëjtë. Kemi ndonjë projekt që do e lançosh së shpejti? Faktikisht një e kam lançuar faktikisht para ca ditëve, me këngëtarët e minjor me Indret Mligan dhe Landi Rokën. Do lançoj edhe një tjetër shumë këngë e bukur dhe ajo do sjell një dyshe sërish këtë vit, se vitin e kaluar i solla shumë bukur, do sjell sërish të Vesa Smolicën me Landi Rokën. Dhe kam dhe instrumentalet e mia, të cilat mund të jenë 4 dhe 2 nga ato i kam vetëm dhe 2 mund t'i kem bashkëpunime me artist. Vini, çka ka ndryshuar nga Vini 3 Dots tek Vini tani? Nga Vini 3 Dots tek Ervini Eran Production. Pa Eran Production. Ka ndryshuar që jam bërë baba. Edhe kompania mban emrin e djalit Eran Production. Ditët ecën më bukur, karriera fillon dhe zhvillohet më bukur akoma, njohje të reja më shumë, zhvillim në biznes, zhvillim në marrëdhënie me njerëzit, këto. Të qenurit prind, sa frymëzues është në krijimtarinë tënde si në muzikë? Të jemi sinqert, më përpara nuk e kisha përjetuar dhe nuk e mendoja se si mund të ishte dhe çfarë është ky lloj përjetimi. Por sinqerisht është një gjë shumë e veçantë dhe është patjetër që është motivues. Patjetër. Vini, ju ishit pjesëmarrës në Big Brother VIP Albania. Sa ju vleti kjo eksperiencë? Vleti goxha. Ishte e mirë, eksperiencia zakonisht e bukur, për kohën që unë kam përjetuar brenda ishte gjë e bukur. Gjë më e bukur që mora nga këto ditë që unë kam qëndruar në Big Brother VIP Albania 3, është shoqëria që kam krijuar brenda dhe me banorë që nuk i njeh. Dhe vazhdoj të kemi shoqëri shumë të mirë. Absolutisht edhe në pozicionin tim, profilin tim, gjërat zmadon akoma dhe më shumë. Me kë vazhdoni të keni akoma shoqëri nga banorët që kanë qenë? Po me thënë drejtën, po thjesht me të gjithë, jam shumë okay, komunikoj, shkruajmë, dërgojmë mesazh njëri tjetrit, takohemi kur kemi kohë. Me një nga? Po me Vesën po, me Vesa Smolicën po, absolutisht, me Rikën po. Me Ledionën po. Me Fationin po, me Bardhin po, me Julin po. Me Meritonin po, me Nisën po, kam shkruajtur. Domethënë janë shumë personazhe, domethënë që ka ndonjë banor që aty brenda ke pasur një komunikim të mirë dhe pasi ke dalur s'ke komunikuar asnjëherë me ta? Jo. Jam okay, si brenda si jashtë, domethënë shumë okay. Vini, çfarë do kishe bërë ndryshe nëse do i kishin jetuar edhe një nga e para ta eksperiencë? Çfarë do ishte ndryshe? Çfarë do kishe bërë ndryshe? Asgjë. Asgjë do kisha bërë ndryshe. Unë aty kam qenë vetja Vini që jam edhe nuk mendoj që mund të kisha bërë diçka ndryshe. A vlen Big Brother si një trampolin për tu afirmuar, po themi, në treg akoma më shumë për artistët? Mendoj që po. Mendoj që është një trampolin e dur, edhe një mundësi zakonisht e mirë për shumë personazhe, jo vetëm në rrugën e artit, po edhe në rrugën e gazetarisë, edhe qoftë edhe në një profil tjetër. Sa e rrezikshme është që ti të futesh në Big Brother dhe të dalësh me imazh më të keq se s'u fut? Shumë e rrezikshme. Aty duhet të jesh shumë i vëmendshëm, duhet të jesh shumë strateg, shumë i qetë, duhet të rush qetësinë. Dhe duhet të jesh me këmbë në tokë për hapat që ti bën. Domethënë duhet të jesh shumë i llogaritur për çdo gjë që ti bën.
Vini, ka pasur momente kur ti e ke jetuar një situatë, po themi brenda Big Brotherit, si që ke jetuar ti dhe ke parë me atë këndvështrimin tënd dhe pastaj në prime ose kur ke dalë është parë komplet ndryshe nga ajo që kishe parë ti brenda. Me thënë drejtë, unë nuk e kam përjetuar këtë gjë. Domethënë, e njëjta gjë që kam pasur brenda dhe ku kam parë në prime gjërat e mia ose edhe jashtë kur dola, domethënë është e njëjta gjë. Ajo që po themi ishte një lloj mesazhi, ishte që përmes po themi në thonjza udhëzimeve tua, djemt si Meritoni, Romeo, mundën që të faleshin brenda Big Brotherit. Kur kthehesh mbrapa ose kur dole, more ndonjë kompliment për durimin që patë dhe për shpirtin që patë për t'ju mësuar atyre, po themi që të faleshin? Po, absolutisht. Biles në gjatë muajit të Ramazanit që ishim agjërueshëm, isha i ftuar në një iftar dhe aty rastisa dhe me Romeon. Domethënë pas shumë kohësh u takuam në një iftar dhe në një bisedë sipër, domethënë ai ishte falendërues, po nuk duhet të jetë falendërues ndaj meje, ai duhet të jetë falendërues ndaj Zotit. Unë thjesht jam një sebeb, le të themi domethënë, që bëhem sebeb për diçka. Ama do të jetë falendërues ndaj Zotit, pavarësisht që unë e falenderoj shumë se ai në sy të tavolinës, domethënë, tha që prej vinit kam filluar të praktikoj fen. Domethënë është bërë sebeb që më ka shtyr, gjithashtu dhe shumë çuna tjerë. Vini, kur shiko Big Brotherin 4 dhe krahasuar me 3-shin, ka pasur disa deklarata nga një prej aktorëve, Lart Basili, lidhur me, po themi, ndaj gjestit, që s'du ta përmend. Çfarë ndjen çfarë ndjen kur e shikon atë, kur e dëgjon atë deklaratë që bëri? Shiko Vini, unë nuk jam askush të jap një deklaratë të tillë, por që nëse kam pasur pak qef atë Laertin në mënyrën e artikulimit që i ka si zotëri dhe vitet e punës, e kam respektuar nga kjo anë, por me atë gjë që kam parë sinqerisht për mua si Vina i ka humbur pikët. Por e ritheksoj që nuk jam askush të jap një deklaratë të tillë dhe ai do gjykohet nga Zoti për atë gjë që ka thënë dhe për atë gjë që ka bërë. Vini, kush janë planet e tua për të ardhmen? Planet e mia për të ardhmen janë një zhvillim studio më të madhe, dua të hap dhe 2 studio të tjera, të cilat do të kem një studio regjistrimi për orkestra live, për këngëtar live, do të hap një studio për videoklipe, të kem një kapanon të madh, të zhvilloj punën time, të prodhoj sa më shumë dhe sa më shumë bashkëpunime dhe edhe jashtë vendit tonë. Çfarë mendon kur, se sigurisht ju keni një karrierë të gjatë në muzikë, kur e krahason fillimet e tua në muzikë dhe po themi këtë kohë të tashme, çfarë vëre në ndryshim nga fillimet e tua, pra në muzikë, në tekst, në këngë, në ku diun? Vere që për shembull dikur kam pas shkruar shumë, shkruaja. Për te se kompozoja melodinë edhe shkruaja. Tashmë nuk e kam atë gjendjen të shkruaj, pavarësisht që më jepet, më vjen ndonjëherë dhe në momentin që më vjen shkruaj. Tani atë ke qenë meri, vrudhi ka qenë më i madh, forca më e madhe. Tashmë vitet kalojnë, ti bësh familjar, ke shqetësime tjera në familje, nuk është koha 100% që ti t'jesh i fokusuar në studio ose në kompozime. Këtë vere unë. Çfarë i mungon muzikës shqiptare? I mungon dashuria, fabula, përkushtimi dhe gjë më kryesore i mungon kompozimi i dur dhe artistat e dur. Dhe marketingu i dur. Kush është ai komponent që ti mendon ka ndikuar negativisht në, po themi, në uljen e cilësisë së muzikës në Shqipëri? Nuk mund t'jap dot asnjë koment për këtë. A janë klikimet një faktor
i rëndësishëm në muzikën e dobët? Sa po tha që nuk mund t'jap dot një koment, por një gjë mund ta shtoj që falsifiketi po e shkatron çdo gjë. Domethënë besoj që është okay me këtë. Vini, shumë faleminderit për intervistë. Ju lutem, faleminderit.